بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. Surja Zumer, ajeti i 9. Të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe fetare, të nderuar muftin, imam, profesor dhe studiues, të nderuar rektor dhe përfaqësues të universiteteve, i nderuar kor diplomatik, të nderuar mysafir, student dhe të pranishëm. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa berekatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qoftë mbi të gjithë ju. Fillimisht, falenderojmë studentin Hafez Xhelil Hafzia me recitimin e ajeteve kuranore. Kam nderin dhe privilegjin e veçantë që dëshiroj mirëseardhje në këtë ceremoni solemne të organizuar nga Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup. Në historinë e tij, që nga themelimi e deri më sot, kjo është hera e parë që fakulteti ynë ndan titullin më të lartë nderues akademik Doktor Honoris Causa, duke shënuar kështu një moment historik dhe një ngjarje me rëndësi të veçantë për institucionin tonë. Jemi mbledhur bashkë për të nderuar një figurë të shquar të jetës fetare, institucionale dhe intelektuale, një personalitet që me urtësi, përkushtim dhe përgjegjësi të lartë ka kontribuar në ruajtjen dhe afirmimin e vlerave islame, në avancimin e arsimit fetar, në kultivimin e harmonisë shoqërore dhe në forcimin e institucioneve tona fetare e arsimore. Thot Allahu i lartëmadhërisëm në Kur'anin famëlart. Allahu i lartëson në shkallë ata prej jush që besuan dhe atyre që u është dhënë dija. Surja Mujadele, ajeti 11. Ndërsa i dërguari i Allahut, Muhamedi alayhi salatu vesselam, ka thënë: kush ndjek një rrugë për të kërkuar dijen, Allahu ja lehtëson atij rrugën për në xhennet. Në frymën e këtyre porosive hyjnore dhe profetike, sot nderojmë dijen, përkushtimin, shërbimin dhe kontributin e një personaliteti që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën fetare dhe shoqërore të vendit tonë. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Në emër të Allahut, bëmirësit të përgjithshëm mëshiruesit. Allahu lartëson ata që besojnë për jush dhe i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Sure Mujadele, ajeti 11. Falënderimet dhe lavdimet i takojnë Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithësisë. Nga kjo atmosferë impozante, në këtë ditë të veçuar e të bekuar,
në këto qaste të madhështuar, në këtë audicient të bekuar, nga ki kult i dijes, falenderojmë të madhin Zot se është një dhe përcjellim salavate dhe selame për shëndetje, mësuesit të njerëzimit, pishtarit ndriques dhe mbar pleadës së profetëve, nga Ademi deri tek i fundi Muhamedi a.s. të cilin i madhi Zot e dërgoi mëshirë për mbar botën. Salatet e përshëndetjet qofshin mbi kohanikët e tij, që e besuan dhe e ndihmuan, familjen e tij të respektuar, e të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I nderuar dhe shumë i respektuar, kryetari i Basisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shaqir Efendi Fetahu, njëherit laureat i titullit doktor shkence, doktor honoris causa, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, i nderuar dhe shumë i respektuar, Miftiuin, kryetar i Basisë Fetare të Kosovës, i shoqëruar me mikun ton, kryeïmamin, doktor Vedat Efendi Saidi dhe shoqëruesit e muftiut Magjistër Naim Tërnava, i nderuar sekretar general i Basisë Fesë Islame, Zotri Irsal Jakubi, shumë i nderuar dhe i veçantë i mësuesi, anjëherët kryetar paraprak i Basisë Fetare Islame, Magjistër Bahri Aliu, e nderuara drejtoresh e Komisionit për Marrëdhënien ndërfetare dhe grupet religjioze, zonja Olivera Trajkovska, i nderuar kor diplomatik, të nderuar përfaqësues të komunave, i nderuar kryetar i kufendit të Basisë Fetare Islame, Zotri Zekria Tahiri, të nderuar jushtilla e Basisë Islame, muftit të muftinive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e nderuara deputete dhe ju deputet, i nderuar dhe i respektuar rektor i Universitetit të Tetovës, profesor doktor Jusuf Zejneli, i nderuar dhe shumë i respektuar rektor i Universitetit Nëna Tereza, profesor doktor Bekim Fetari, të nderuar përfaqësues të Universitetit të Strugës, të nderuar ju kolegët e mi, stafi akademik, profesor të Fakultetit të Shkencave Islame, i nderuar dhe shumë i respektuar, nga këtu përshëndesin dekanin e Fakultetit të Studimeve Islame, njëherit dekan në qytetin e Novi Pazarit, ku ai përfaqësohet nga profesor doktor Haris Haxhić, i nderuar dhe shumë i respektuar, vllain dekan i Fakultetit të Studimeve Islame, profesor doktor Islam Hasani, i nderuar dekan i Fakultetit të Bogoslovisë, profesor doktor Ilqe Miqevski Ignat, të nderuar antar dhe drejtor të Riasetit, i nderuar dhe i respektuar, drejtor i medreses Isabeu, docent Islam Islami, i nderuar drejtor i medreses së Alaudinit, profesor doktor Ekrem Macedonci, të nderuar dhe të respektuar, koordinator të medreseve, të shtrira të Isabeut në vend, të nderuar profesor, studiues, personalitetet të jetës akademike dhe shoqërore, e nderuara zonja e parë, zonja Fetahu, e nderuar familja Fetahu, i nderuar kryetar i kuvendit të studentëve, të nderuar student,
Të nderuar ju media që na përcjellni, të dashur student, zonja dhe zotri, më lejoni që fillimisht t'u përshëndes me përshëndetjen islame. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve bereketu. Paqja, mëshira, mirësit, bekimet e të madhit Zot qofshin mbi ju. Fjalimin do e filloj duke drejtuar një falenderim dhe mirënjohje të veçantë për të gjithë ju që me pranin tuaj vendosët të jeni të pranishëm në një eveniment më shumë se solemn. Si pas karakterit, do e cilësoja historik dhe fisnik. Them historik, nga se për së pari herë një udhëheqës shpirtëror nderohet me titullin deri doktor shkence. Dhe së diti, ky nder i takon një institucioni të veçantë, në oborin e të cilët jemi ulur këtu dhe me krenanir e veçantë e menaxhoj këtë fakultet. Andaj, sot Fakulteti i Shkencave Islame shënon një moment të veçantë të historisë së tij, një moment në të cilën ndërthuret kujtesa dhe mirënjohja, tradita dhe vizioni, e kaluara dhe e ardhmja. Është një ditë kur institucioni ynë reflekton mbi rrugtimin e tij dhe njëkohësisht nderon një personalitet, jeta dhe veprimtaria e të cilit janë bërë pjesë e historisë sonë të përbashkët. Të nderuar të pranishëm, institucionet e dijes nuk lindin rasisht, alo lindin nga një vizion, ndërtohen me sakrificë dhe mbjetojnë fal njerëzve që besojnë në misionin e tyre. Historia e Fakultetit të Shkencave Islame filloi me një vizion të burrave lartpamës, të mexhlisit të shuras, të basisë së fesë islame atë botë, e cila do të korespondon me ditën e sotit, me 26 qershor të vitit 1990, paraqiti kërkesë pranë Komisionit për çështje fetare për themelimin e institucionit të arsimit të lartë në këtë vend. Në pamje të parë, ajo nuk ishte vetëm një kërkesë administrative, por në thelb ishte një akt besimi në fuqinë e dijes, besimin të cilin e kishin edhe laurati ynë Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, në cilësinë e antarit të Këshillit Nismëtar, që me të drejtë sot stoikisht qëndron para dhe në mesnesh. Ishte ndërthyrje mes besimit dhe bindjes, se komuniteti ynë kishte nevojë për një vatër akademike, ku do të kultivoj mendimin shkencor islam, ku do të përgatis kuadrot e arme, dhe jo vetëm, ku tradita intelektuale do të vazhdonte të zhvillohet në harmoni me sfidat e jetës që ajo ballafaqoi. Në të vërtetë, nevoja për një fakultet të shkencave islame u paraqit me njerë pas diplomimit të gjeneratës së parë të medreses tonë të bekuar, Isabeu. Kjo nevojë buronte jo vetëm nga dëshira e madhe e të diplomuarve që për t'i vazhduar studimet e tyre. Kujtojmë, por edhe nga aspiratat dhe përkushtimi i profesorëve të medreses për themelimin e një institucioni të arsimit të lartë islam, që do t'i shërbej zhvillimit arsimor e fetar në vend. Besimi dhe bindja së bashku me përkushtimin dhe angazhimin e pareshtuar institucional në vitin 1995, institucionet relevante njohën kërkesën për themelimin e fakultetit. Po atë vit u zhvillua ceremonia solemne e vendosjes së kurthemelit më shumë se një moment simbolik që shënoi fillimin e materializimit të një ëndre të kahershme. Gurët e saj themelie nuk bartin vetëm peshën e një ndërtese, ata bartin shpresën e një komuniteti, idealet e një brezi, dhe përgjegjësinë për të ndërtuar një institucion që do t'i shërbente dijes dhe shoqërisë.
viti akademik 1997-98, shënoi hapjen e një kapitulli të ri. Dyert e fakultetit u hapër për studentët e parë dhe filloi rrugtimi akademik që vazhdon edhe sot. Me kalimin e viteve, fakulteti u zhvillua dhe u konsolidua. Nëse zhvillojmë një retrospektiv, do themi se ligji për zyrtarizimin e fakultetit në vitin 2008 hapi kapitullin e ri. Miratimi i statutit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në vitin 2012 përforcoi pozitën e tij institucionale, kurse akreditimi i vitit 2013 i programeve për ciklin e parë dhe programeve për ciklin e dytë dëshmoi pjekurin akademike dhe standardet e arritura. Sot, pas më shumë se 2 dekada shpune të pandërprerë, Fakulteti i Shkencave Islame etablohet si institucion i arsimit të lartë, i cili kontribon jo vetëm arsim të lartë në vend, por edhe më gjerë. Veprimtarinë akademiko-shkencore dhe administrative teknike e realizojnë 35 të punësuar. Prej tyre nga ky fakultet janë kultivuar dhe kanë dalë 7 profesor të rregull ordinar, 3 profesor partar, 6 docent, 1 demonstratore dhe 2 demonstrator, si dhe staf akademik e teknik që mbështesin misionin ton akademik. Që nga dita e fillesës deri më sot, në këtë godin impozante, zhvillimin e vet akademik dhe profesional kanë vet aktualizuar 26 gjenerata, 420 të diplomuar dhe 20 magjistra të shkencave, dhe pa aq presin të diplomohen dhe të promovohen. Thjesht nuk janë vetëm numra, por mbi të gjitha vlera e shtuar. Ato sot i gjejmë në pozita më të rëndësishme të jetës fetare, arsimore dhe publike, si mufti, profesor universitar, profesor dhe profesoresha në medrese, drejtues institucionesh, imam, administrator publik dhe partës përgjithësisht të rëndësishme brenda dhe jashtë vendit. Ky bilans në bën krenar. Kjo është suksesi më i madh i një institucioni akademik, sepse institucionet e arsimit të lartë nuk pëshohen vetëm me auditorët e tyre, por me njerëzit që formojnë. Nuk maten vetëm me ndërtesat që ndërtojnë, por mbi gjitha me vlerat që kultivojnë. Prandaj, kur sot shohim këtë rrugtim, më kujton fjalën e imamit dhe filozofit të madh Imam El Ghazaliu, i cili ka thënë: "Dija pa vepër është marrëzir, ndërsa vepra pa dije është e pamundur." Dhe pikërisht ky rrugtim i ndërtuar me mund, përkushtim dhe besim në fuqinë e dijes, i jep sot Fakultetit të Shkencave Islame autoritetin moral dhe akademik për të nderuar personalitete që kanë lënë gjurmë në rëndësishme në jetën tonë institucionale dhe shoqërore. Prandaj, kur një institucion i arsimit të lartë, siç është fakulteti në fjalë, vendos të ndaj titull më të lartë nderi, ai nuk nderon vetëm një person, ai nderon një shembull, ai afërmon një model, ai shpall publikisht se dia dhe vlera meritojnë të ruhen në kujtesën kolektive dhe të shërbejnë si frymëzim për brezrat që vijnë. Në traditën akademike botërore, titulli nderi, doktor honoris causa, u rezervohet atyre personaliteteve që me jetën dhe veprën e tyre kanë të i kaluar kufijtë e detyrës formale dhe kanë ushtruar ndikim të qëndrueshëm në zhvillimin e institucioneve, të mendimit dhe të shoqërisë. Sot, Fakulteti i Shkencave Islame e ushtron këtë privilegj ndaj një personaliteti, emri të cilit është i ludhur ngusht me historinë bashkore të jetës tonë fetare dhe intelektuale. Kur flasim për përkushtimin ndaj fesë, për edukimin e brezrave, për ruajtjen e vazhdimshmërisë institucionale dhe për shpërbimin ndaj komunitetit, emri i Hafiz Shaqir Efendi Fetahu zë një vend të veçantë.
rrugtimi i tij jetësor dhe institucional është dëshmi e një përkushtimi të pandërprerë ndaj misionit fetar, arsimor dhe atletar. Njohja e këtyre vlera u pikas nga Fakulteti i Studime Islame të Novi Pazarit, i cili formalizoi iniciativën për tu kornizuar në referat dhe së fundmi kurrëzuar me vendim për lauratizimin e Hafiz Shakir Fetahut në doktor honoris causa. Për dekada me radhë, ai ka qenë një pjesë e proceseve të rëndësishme që kanë ndikuar në forcimin e institucioneve tona fetare, në afirmimin e arsimit islam dhe në kultivimin e vlerave të dialogut, urtësisë dhe përgjegjësisë. Ai i përket plejadës e njerëzve që e kanë kuptuar se institucionet nuk ndërtohen me retorik të vrazhët, por me durim, nuk forcohen me ambicje personale, por me përkushtim ndaj së mirës së përbashkët. Në veprimtarinë e tij gjejmë përkushtimin e Hafizit ndaj librit të Allahut fuqiplot, maturinë e udhëhecit, urtësinë e edukatorit dhe përgjegjësinë e njeriut që e sheh shërbimin si emanet. Kjo më inspiron në thënien e Aliut radiallahu ta'ala an që pa thënë, vlera e çdo njeriut qëndron në atë që ai e bën më së miri. Në këtë kuptim, kontributi i Hafiz Shakir Efendi Fetahu te i kalon dimensionet personale. Ai përfaqëson një kulturë të tërë shërbimi, një filozofi të përgjegjësisë, një përkushtim ndaj vlerave që e bëjnë institucionin të qëndrueshëm dhe shoqërinë më të fortë. Në këto qaste, më lejoni të kujtoj ajetin e si përmendur, Yerfe illahu alladhina amanu minkum balladhina utul ilme darajat. Allahu lartëson ata që besuan prej jush dhe i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Ky ajet na kujton se nderimi i vërtet nuk buron nga pushteti, as nga privilegji, por nga besimi, dija dhe shërbimi. Ndërkaq, i dërguari i Zotit Muhamedi a.s. në një maksim të tij thot, khairun nasi anfa'uhum linnas, njerëzit më të mirë janë ata që janë më të dobishëm për të tjerët. Këto dy parime, dija dhe dobia, përbëjnë themelin mbi të cilën ndërtohet çdo leadership i qëndrueshëm dhe çdo institucion që synon të shërbejë së mirës së përbashkët. Prandaj, duke vlerësuar kontributin e tij të çmuar në ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave islame, në avancimin e institucioneve tona edhe në edukimin e brezrave të ri, Fakulteti i Shkencave Islame ka nderin dhe krenarin që ti akordoj titullin më të lartë shkencor, doktor honoris causa, i nderuar dhe shumë i respektuar. Hafiz Shakir Efendi Fetahu, në emër të Fakultetit të Shkencave Islame, në emrin tim personal, në emër të stafit akademik, profesorëve, studentëve dhe të gjithë atyre që janë pjesë e këtij institucioni, ju shprehim respektin dhe mirënjohjet tona më të thella. Andaj, me krenari institucionale dhe me bindje të plot, se po nderojmë një personalitet të denjë për këtë vlerësim. Kishim nderin të ju nderojmë me titullin doktor honoris causa i Fakultetit të Shkencave Islame. Ky titull është shprehje respekti për kontributin tuaj të çmuar dhe dëshmi se vepra juaj tashmë është bërë pjesë trashëgimisë së këtij institucioni. Allahu ju bekoft juve. Allahu i bekoft mysafirët të gjithë juve të pranishëm. Allahu e bekoft institucionet tona dhe ata të cilët punojnë në rrugën e dijes dhe të së mirës, në rrugën e Islamit dhe batalit. Ju falenderit për vëmendjen. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dozvolete mi najnapred da upatam iskreni čestitke do Fakultetu za islamski nauki
за организирањето на оваа свечена академска церемонија, како и за одлуката на високото академско признание титулата доктор хонорис кауза да му биде доделена на Реис ул Улема Хаджи Шакир Ефенди Фетај. Кај нас од секогаш постоел простор каде различните религии и култури коегзистирале едни со други и тој тренд продолжува и во сегашноста со стремеж да продолжи во иднината. Обстојувањето на заедништвото и меѓукултурниот диалог се истовремено и наш заеднички предизвик, но и наша заедничка обврска. Денес, повеќе од кога било, во време кога светот се соочува со бројни предизвици, верските заедници и образовните институции треба да бидат промотори на диалог, меѓусебно разбирање и почитување на различностите. Во таа насока, Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи останува искрено посветена на градењето конструктивен диалог со сите цркви, верски заедници и религиозни групи. Нашата мисија е да создаваме простор во кој различностите не се причина за поделба, туку богатство кое што го зајакнува нашето општество. Соработката која меѓусебно ја евидентираме, ја потврдуваме со низа на заеднички проекти и активности кои имаат една и единствена цел – подобро општество за сите. Особено ме радува фактот што токму академските институции, како што е Факултетот за исламски науки и Православниот богословски факултет, се двигатели на тој процес. Универзитетите не се само места каде што се стекнува академско знаење. Тие се расадник каде никнуваат и се обликуваат идните генерации на лидери, теолози и интелектуалци, кои преку својата работа ќе придонесуваат за развојот на општеството и за јакнењето на културата на диалог. Сите тие имаат задача да ја потикнуваат хуманоста, меѓусебната почит и мирот. Да бидат олицетворење на вистинските вредности во општеството, коректор на општествениот систем кој еродира под напливот на глобалните влијанија. Општеството представува збир на личности, индивидуи кои меѓусебно се интегрираат и создаваат своји заедници. Секоја индивидуа носи свој карактеристичен белег кој го издвојува од другиот. Во модерното општество, каде што многу често индивидуата се поистоветува со функцијата која што ја извршува и согласно тоа го манифестира своето однесување во околината, ретко среќаваме луѓе кои се држат до вредностниот систем и себе си се издигнуваат над функцијата која им е доверена. Нивното влијание во општеството не се мери само преку функцијата што ја извршуваат, туку и преку вредностите кои што ги пренесуваат на луѓето. Кога една академска институција ќе ја додели титулата доктор хонорис кауза, таа представува признание за една животна мисија, едно дело и еден систем на вредности што заслужуваат да бидат пример за идните генерации. Духовното лидерство подразбира мудрост, трпение, чувство за одговорност и постојана грижа за човекот. Токму затоа, денешното признание представува признание и за тие универзални вредности. Почитуван Реис ул Улема Шакир Ефенди Фетај, вашата досегашна работа, вашата посветеност на духовниот живот, образованието и меѓурелигиската соработка оставаат значаен белег не само во исламската верска заедница, туку и во поширокото македонско општество. Денешната титула представува заслужено признание за тој придонес и поттик вашата мисија да продолжи во иднина. Дозволете ми, во свое лично име и во име на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи, да ви упатам искрени честитки за ова високо академско признание. Ви посакувам добро здравје, духовна сила и уште многу години успешно да придонесувате за афирмацијата на знаењето, меѓурелигиското разбирање и општествената кохезија. На Факултетот за исламски науки му посакувам и понатаму успешно да остварува својата благородна образовна и научна мисија, создавајќи генерации кои ќе бидат пример за стручност, морал и општествена одговорност. Нека оваа свеченост биде уште една потврда дека знаењето, духовноста и земната почит се најсилните темели врз која градиме иднината на нашата држава.
Ви благодарам. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Nderuari Reis Ulema Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, kryetari Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, nderuari dekani i Fakultetit të Shkencave Islame Zotri Abdul Gjemil Nesimi, nderuara drejtoresh për çështje fetare Zonja Trajkovska, nderuar përfaqësues të kishës ortodokse, të kishës katolike, nderuari rektori i Universitetit të Tetovës, rektori i Universitetit Nëna Terez, të nderuar Efendi Ler, profesor, studiues, mësafir, dhe ju të pranishëm, vëllezër e motra. Zoti Gjeleshanuhu në Koran thot, thuaj, punoni se Allahu, i dërguari i tij dhe besimtarët, do të shohin punën tuaj. Sot, në këtë pasditë të bukur, jemi mbledhur këtu në Shkup, një ngjarje të veçantë akademike, për të nderuar një personalitet të shquar të jetës fetare, arsimor dhe shoqërore shqiptare. Një dietar, edukator dhe udhëheqës të urtë, i cili me dekada të tërë i ka shërbyer fesë, kombit dhe dheut me përkushtim të rrallë. Ndarja e titullit më të lartë honoris causa për Reis Uleman Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahun nga Fakulteti i Shkencave Islame përfaqëson shprehjen më të lartë të mirënjohjes institucionale për personalitete, veprimtaria të cilëve ka tejkaluar kufit e arritjeve individuale, duke shndruar në vlerë të qëndrueshme për shoqërinë. Sot nderojmë një personalitet të shquar, një trashëgimi intelektuale, morale dhe qytetare, të ndërtuar mbi përkushtimin ndaj së vërtetës, integritetit dhe shërbimin ndaj së mirës së përbashkët. Merita e vërtet nuk maten nga pozitat arritura apo nga nderimet e fituara, por nga dikimet që lë pas në formësimin e mendimit, në avancimin e dijes dhe në frymëzimin e brezave. Pikërisht, ky ndikim i qëndrueshëm i cili vazhdon të jetojë përtej kohës dhe rrethanave, e shndron veprën e një njeriu në trashëgimi dhe trashëgimin e tij në histori. Në këtë frymë, ky titull nuk përfaqëson vetëm një vlerësim për kontributet e jashtëzakonshme të së kaluarës, por edhe një dëshmi të rolit të tyre të qëndrueshëm në ndërtimin e së ardhmes, sepse veprat që burojnë nga dia, karakteri dhe përkushtimi ndaj njerëzimit mbeten përtej kohës, duke i dhënë madhështi jo vetëm emrit, por edhe vetë nderit që i dhurohet. Të nderuar pranishëm, kam pasur privilegjin dhe nderin ta njoh Hafiz Shaqir Fetahun qysh në vitin 1975, si nxënës të medresesë së mesme Alaudin në Prishtinë. Institucion ky që për dekada ka qenë dhe mbetet vatër e dijes islame, edukimit kombëtar dhe formimit të kuadrave të shquara fetare. Shnjërinin e hershme ai shquaj për seriozitetin, modestin, etjen për dije dhe për karakterin e tij fisnik. Pas përfundimit të studimeve në Sarajevo, Hafiz Shaqir Fetahu ja kushtoi jetën misionit të shenjtë të edukimit, predikimit dhe udhëheqjes fetare. Ai shërbeu me përkushtim si imam, duke qenë afër besimtarëve dhe duke u përcjell mesazhin e pastër të Islamit me urtësi, maturi e mençuri. Më pasi profesor në medresen e Isabeut në Shkup, ai edukoi dhe formoi gjenerata të tëra nxënësish, të cilët sot janë imam, mësimdhënës, veprimtar të respektuar në trojet tona dhe me gjerë. Veprimtaria e tij nuk u kufizua vetëm në arsim dhe predikim. Ai mori përgjegjësi të rëndësishme në strukturat më të larta të bashkësisë fetare islame, duke shërbyer si mufti i Kosivarit dhe antar i riasetit. Në secilin prej këtyre misioneve ai dëshmoi integritet të lartë moral, vizion institucional dhe përkushtim të palekundur,
dhe interesave të besimtarve dhe institucioneve fetare. Haxhi Shaqir Fetau dha kontribut dhe gjatë dëbimit të dhunshëm të shqiptarëve të Kosovës nga trojët e tyre së gjyqësore, nga ushtria, policia, paramilitarët dhe bandat serbe gjatë vitit 98-99. Në një periudhë të rënd vujtjesh dhe pasigurie, ai u qëndroi pranë të dëbuarve pa ndërprerje, duke ofruar mbështetje morale dhe njerëzore. Ai u angazhua aktivisht për strehimin dhe për kujdesin e tyre, duke bërë një figurë e rëndësishme solidariteti dhe humanizmi. Kulmi i këtij rrugtimi erdhi në zgjedhjen e tij në detyrën më të lartë fetare në vend, atë të Rej Sulemas së Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Veriut me 2020. Në këtë përgjegjësi të lartë, ai ka treguar urtësi, largpamësi dhe përkushtim të veçantë për ruajtjen e vlerave islame, forcimin e institucioneve fetare, kultivimin e harmonisë ndërfetare dhe promovimin e vlerave universale të paqes, drejtësisë dhe bashkëjetesës. Veprimtaria e Hafiz Shaqir Fetaut është e karakterizuar nga një devotshmëri e thellë ndaj Zotit të Madhërisëm, nga ndershmëria në punë dhe nga përgjegjësia e lartë ndaj amanetit që ka bartur. Rrisi është shembulli i dietarit që nuk e ka parë dijen si privilegj personale, por si obligim për të shërbyer besimtarëve. Përmes ligjëratave, shkrimeve, këshillave dhe angazhimeve të shumta institucionale, ai ka kontribuar në forcimin e identitetit fetar dhe kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe në hapësirën shqiptare. Një dimension i veçantë i veprës së tij është edhe angazhimi në arenën ndërkombëtare. Ai ka përfaqësuar me dinjitet bashkinë fetare islame dhe popullin në konferenca, simpoziume dhe forume të ndryshme ndërkombëtare, duke prezantuar vlerat e islamit. Me kulturën e tij të lartë, me njohuri shkencore dhe me urtësinë e komunikimit, ai ka fituar respektin e shumë personaliteteve fetare e akademike në botë. Të nderuar pranishëm, Hafiz Shaqir Efendi Fetai përket atij brezi personalitetesh që kuptuan se feja dhe ateu nuk janë konceptet ndara, por vlera që plotësojnë njëra tjetrën. Ka punuar vazhdimisht për ruajtjen e identitetit shpirtëror, kulturor dhe kombëtar, duke mbrojtur gjuhën shqipe, traditën fetare dhe trashëgimin tonë historike. Prandaj sot kur Fakulteti i Studimeve Islame në Shkup e nderon me titullin honoris causa, në vërtet po nderon një jetë të tërë të vënë në shërbim të fjalës Zotit të Madhërisëm, të dijes, të vlerave njerëzore dhe të mirës së përgjithshme. Ky titull nuk është vetëm një minjojë për të kaluarën e tij, por një dëshmi se institucionet tona akademike dinë të vlerësojnë personalitetet që me punën dhe veprën e tyre lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë bashkëkohore. I nderuar Rej Sulema, Hafiz Shaqir Fetau, në këtë ditë të shënuar ju shprehim respektin dhe mirënjohjen tonë më të thellë për gjithçka që keni bërë për Islamin, për arsimin, për institucionet tona fetare dhe për kombin shqiptar. Lutemi që Allahu i Madhërisëm t'ju dhurojë shëndet, jetë gjatë, urtësi dhe bereqet në çdo hap të mëtyrtjeshëm të misionit tuaj fisnik. Ju falenderoj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sigurisht që ne këtu do të paraqesim vetëm një pjesë të shkurtër të biografisë, sepse referatin që e kemi përgatitur për procedurat zyrtare është 14 faqe, por ne do të përpiqemi që në pika shumë të shkurta të paraqesim biografinë e laureatit në fjalë. Të nderuar të pranishëm, të nderuar antarë të komisionit dhe udhëtësi e nderuar akademike. Sot kemi nderin dhe privilegjin të shpalosim biografinë dhe veprimtarinë e ndritur të një personaliteti të shquar të jetës fetare, arsimore dhe shoqërore, jo vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe më gjerë. Kandidatit për titullin e lartë të nderit, Doktor Honoris Causa Hafiz Shaqir Efendi Fetai. Jeta e tij është një dëshmi e gjallë e përkushtimit të palëkundur ndaj dijes, dritës së Kuranit, edukimit të brezave dhe ndërtimit të urave të bashkëjetesës në një shoqëri shumë konfesionale. Hafiz Shaqir Efendi Fetai lindi me 25 prill 1959 në fshatin Çegran të Gostivarit. Që në fëmijërinë e hershme, krahas shkollës fillore ku u dallua si ndër nxënësit më të mirë,
ai shfaqi një dashuri të jashtëzakonshme për fjalën e Zotit. Në udhëheqjen e dietarëve dhe hafizëve të njohur të kohës, si Hafiz Kemal Efendi Abduli, Hafiz Vesel Langu, Hafiz Arif Efendi Sadiku dhe veçanërisht Hafiz Qebir Efendi Mahmudi, ai arriti një sukses të jashtëzakonshëm. Në moshën vetëm 15 vjeçare, në vitin 1975, ai memorizoi plotësisht Kuranin fisnik, duke fituar titullin e nderuar Hafiz. Rrugtimi i tij akademik vazhdoi në medresen Alaudin në Prishtinë, të cilën e përfundoi në vitin 1980. Ati u brumos në mentorimin e di kolosëve të mendimit islam dhe përkthiesve të Kuranit në gjuhën shqipe, Haxhi Hasan Efendi Nahid dhe Haxhi Sherif Efendi Ahmeti. I frymzuar prej tyre, po atë vit filloi studimet e larta në Fakultetin e Shkencave Islame në Sarajev, të cilat i përfundoi me kualifikim të lartë në vitin 1984, duke përvetësuar idetë e doajenëve të filozofisë islame si profesor Husein Efendi Gjozo dhe profesor Dr. Ahmed Smajlović. Kjo periudhë la gjurmë të përhershme në formimin e tij intelektual dhe profilin e tij si një figurë arshme akademike. Pas diplomimit, Hafiz Shaqir Efendi Fetaj u kthye në vendlindje për të shërbyer si imam dhe mualim, por aftësitë e tij pedagogjike u dalluan shpejt. Për një dekadë të tërë ai shërbeu si profesor në shkollën e mesme islame Medreseja Isabeu në Shkup, duke ligjëruar lëndët e rëndësishme të akaidit, të filozofisë islame dhe filozofisë së përgjithshme. Gjurmën e tij si një pedagog i shkëlqyer gdhendën formimin e gjeneratave të tëra të cilat sot bartin vulën e punës së tij. Më 1994, aftësitë e tij menaxheriale u njohën nga udhëheqësia më e lartë e Bashkisë Fetare Islame, duke i besuar pozicionin e drejtorit të sektorit për shkencë dhe kulturë islame, si dhe përgjegjësit të sektorit fetar-arsimor. Pika kulmore e shërbimit të tij rajonal erdhi në vitin 2001, kur u zgjodh mëftiji i Miftinisë së Gostivarit, detyrë të cilën e ushtroi me një lidership dhe profesionalizëm të veçantë për gati 2 dekada. Kjo eksperiencë e pasur bëri që në vitin 2020 trupi zgjedhor ta zgjidhte pothuaj unanimisht në postin më të lartë shpirtëror, Reisul Ulema i Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse ka një fushë ku kontributi i Hafiz Shaqir Efendi Fetaj mbetet i shkruar me shkronja të arta, ajo është zhvillimi dhe institucionalizimi i arsimit islam. Kundërta do të numërojmë: themelimi i Fakultetit të Shkencave Islame, siç e përmendi edhe dekani, besimi dhe bindja e komunitetit musliman në vend për themelimin e institucionit të arsimit të lartë, bashkoi komunitetin musliman në një këshill për zyrtarimin e fakultetit, pjesë e së cilës ishte edhe laureati Hafiz Shaqir Efendi Fetaj. Akreditimi historik i Medresesë Isabeu. Pas më shumë se 40 vitesh ekzistencë dhe 15 viteve përpjekjesh institucionale të pasukseshme, në drejtimin dhe lidershipin e tij si Reisul Ulema, në vitin 2024 u arrit akreditimi dhe regjistrimi zyrtar i medresesë në regjistrin e shkollave të mesme nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Ky akt u dha status legjitim dhe ligjor diplomave të qindra e mirave nxënësish në 4 dekadat e fundit. Emancipimi dhe arsimimi i femrës. Ai është iniciator, themelues dhe koordinator për 11 vite i paraleles femërore të Medresesë së Gostivarit, duke u dhënë vajzave muslimane mundësinë e shkollimit të lartë fetar dhe profesional. Themelimi i instituteve. Ai themeloi institutin për hifz dhe lexim të bukur të Kuranit fisnik Hafiz Hasan Efendi Zendeli në Gostivar. Hafiz Shaqir Efendi Fetaj është një autor dhe studiues i bujshëm, që nga periudha e rinisë ka botuar mbi 100 artikuj shkencor e publicistik në revista prestigjioze në mbar Ballkanin.
Është autori disa teksteve mësimore bazë në shkollat e mesme islame në rajon, duke përfshirë vepra e njohura si feja fenomeni vërtet, Akaidi 1 dhe 4, drejtimi mutezilit në mendimin islam dhe librin e tij të fundit Islami, porosi universale. Reputacioni i tij i ka kaluar kufit ballkanik. Ai gëzon antarësi në organizatat më të larta akademike dhe juridike islame në botë. Antar i Këshillit për Jurisprudencë Islame të Ligës Botërore Islame Rabita në Mekë. Antar i Unionit të Bashkive Islame me Selina Abu Dhabi. Antar i Këshillit Suprem në Darul Ifta në Egjipt dhe shumë të tjera. Si një njohës i shkëlqyeshë i religioneve krahasuese, ai ka promovuar gjithmonë parimin se toleranca në islam është forcë dhe jo dobësi. Kontributi i tij në proceset e përbashkëta me Kishën Ortodokse Maqedonase, bashkëpunimi me Komisionin e Shtetit për Bashkitë Fetare dhe Fondacionin Konrad Adenauer e rendisin atë si një nga shtyllat e paqes sociale në vend. Për këtë veprimtari titanike, ai është nderuar me shumë çmime, ku veçohen çmimi Hasan Prishtina për kontributin humanitar gjatë krizës së refugjatëve nga Kosova, medalja për përsosmëri në leadership dhe tolerancë ndërkombëtare nga Instituti për Studimet të Avancuara dhe Bashkëpunim, dekorime nga Oda Ekonomike Veriperëndimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Akademia Ndërkombëtare e Shkencave Shoqërore në Florida, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar të pranishëm, Hafez Shaqir Efendi Fetaj përfaqëson simbiozën shembullore mes dietarëve tradicional, pedagogut të përkushtuar dhe menaxherit vizionar modern. Puna e tij ka lënë gjurmë të pashlyeshme në strukturën arsimore dhe shpirtërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Andaj, dhënia e titullit Doktor Honoris Causa nuk është thjesht një vlerësim për rrugëtimin e tij personal, por një nderim që i bëhet dijes, shkencës islame dhe vlerave universale të humanizmit që ai përfaqëson. Ju falenderoj për vëmendjen. Në bazë të nenit 122 paragrafi 2 të statutit të Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, në përputhje me nenin 184 paragrafi 2 i ligjit për arsim të lartë, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, numër 82/2018, Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit, me propozim të drejtorisë së dekanatit të fakultetit, i bazuar në referatin me numër 2-157/4 të datës 3/06/2026 dhe në nismën formale të Fakultetit të Studimeve Islame në Novi Pazar për dhënien e këtij titulli të lartë nderi Reisul Ulemas Haxhi Hafez Shaqir Efendi Fetaj në mbledhjen e 70 ditë të mbajtur me 22/6/2026, duke vlerësuar angazhimin dhe kontributin e tij të pasur dhe të larmishëm profesional deri më sot, i cili ushtëroi disa funksione të spikatura si koordinator i paralelës së medreses Isa Beut në Gosivar, drejtori i sektorit për shkencë dhe kulturë islame, pranë Bashkisë Fetare Islame, përgjegjës i sektorit fetar arsimor, myfti i myftinisë së Gosivarit dhe së fundmi Reisul Ulema i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, antarësime të shumta në organizata si vendore dhe ato ndërkombëtare, antar i Këshillit të Jurisprudencës Islame të Lidhjes Botërore Islame Rabita, antar i Unionit i Komisionit Islam në Emiratet e Bashkuara Arabe, antar i Këshillit Suprem të Muftiut të Egjiptit, antar i Këshillit të Jurisprudencës Islame të Organizatës së Lidhjes Botërore Islame me Selina Mekë, Mbretëria Arabi Saudite, i dekoruar me çmime dhe medalje të shumta, i nderuar me medalje për ekselencë në udhëheqje dhe tolerancë ndërkulturore nga Instituti për Studime dhe Bashkëpunim të Avancuar i ASC, me çmimin e Akademisë Ndërkombëtare të Shkencave Sociale në Palm të Florida Shëba, çmimin Hasan Prishtina, çmimin
numrin e shoqatës së shkrimtarëve poetik të ABC-s, mbi një njohje të veçantë nga oda ekonomike veprimtarimore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, mirëjoje speciale Vehbi Dibra dhe të tjerë, si dhe kontributin e spikatur të tij në zhvillimin e arsimit të lartë dhe të veçimit të arsimit të lartë, i cili reflektohet përmes veprimit dhe përkushtimit të tij ndaj detyrave më komplekse në fushën e arsimit, pjesëmarrës në punë e grupe të punës për themelimin e Fakultetit Shkencave Islame në Shkup dhe në grupe dhe komisione të tjera pune të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë. Në smetar i hapjes së paralelës së femrave të medresës Isa Beu në Gosivar, zyrtarizimit të dyfish të medresës Isa Beu, aktiviteti mësimor shkencor, si dhe organizimit të një numri të madh trajtimesh, ligjëratash dhe konferencash në fusha të ndryshme, fusha e fesë krahasuese dhe fusha të tjera. Mësimdhënës në medrese Isa Beu, Shkup, në një grup lëndësh nga fusha e akaidit, filozofisë, apologetikës dhe aktiviteti i tij i pasur botues ka botuar 8 libra në fushën e akaidit, fesë krahasuese, si dhe një numër të madh punime shkencore, studimesh dhe artikujsh, të cilët janë tekste shkollore të përhershme, si në shkollat e mesme fetare në vend, ashtu edhe në vendin fëtin e Republikës e Shqipërisë. Miratoj vendimin me të cilin personalitetit të shquar Hafez Shakir Efendi Fetaj, Raisul Ulema i Bashkisë Islame Fetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i jepet titulli doktor nderi i shkencave, doktor honoris causa i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në zhvillimin e shkencës, kulturës dhe arsimit në vendin tonë dhe më gjatë. Urimi i nderuar këtu. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. I nderuari dekan i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, profesor doktor Abdul Gjemil Efendi Nesimi, shumë i nderuari kryetar i Bashkisë Islame të Kosovës, Magjistër Mufti Naim Efendi Tërnava, me bashkëpunëtorët e juaj, poqituana direktorke në Komisijata za odnosi soverski të zajednici i religiozni të grupi, gospođa Olivera Trajkovska, i nderuari dekan i Fakultetit të Studimeve Islame në Novi Pazar, profesor doktor Haris Hadžić, të nderuar muftin të muftinive të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i nderuari rektor i Universitetit të Tetovës, profesor doktor Jusuf Zejneli, i nderuari rektor i Universitetit Nën Tereza në Shkup, profesor doktor Bekim Fetaj, e
nderuara deputete e Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zonja Saliu, Imerlie Saliu, të nderuar përfaqësues të subjekteve politike, përfaqësues nga qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në veçanti Poshtovani Salko Kuq, të nderuar drejtor të Bashkisë Fetare Islame, i nderuar koordinator kombëtar për bashkëpunim ndëretnik, e nderuara kryeredaktore e redaksisë në gjuhën shqipe në televizionin e Republikës së Maqedonisë, zonja Leonora Kaliqi, i nderuari drejtori i medreses Alaudin në Prishtinë, doktor Ekrem Maqedonci, të nderuar kryetar të komunave, të nderuar përfaqësues të korit diplomatik dhe mediave, të nderuar profesor, imam, studiues, mysafir dhe të pranishëm, vëllezër e motra, zonja dhe zotrinj. Kam nder të veçantë që përzemërsisht ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot qëndroj para jush me ndjenja të thella mirënjohje, për ulësie dhe përgjegjësie me rastin e pranimit të titullit të lartë doktor honoris causa të akorduar nga Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup. Së pari falenderoj Allahun e madhruar, i cili është burimi çdo të mire, dhuruesi, diturisë dhe udhëzuesi në rrugën e së vërtetës. Ati i takon falenderimi për çdo sukses dhe çdo mirësie që njeriu arrin në jetën e tij. Po ashtu shpreh falenderimet e mia më të sinqerta ndaj Fakultetit të Shkencave Islame, drejtuesve, profesorëve dhe të gjithë atyre që kanë vlerësuar punën dhe angazhimin tim në shërbim të fesë, arsimit dhe shoqërisë tonë. Në traditën islame, nderimet dhe vlerësimet nuk kuptohen si privilegj personale, por si amanete dhe përgjegjësi shtesë. Prandaj këtë titull nuk e shoh si një kurorëzim të një rruge të përfunduar, por si një obligim për të vazhduar më me përkushtim në shërbimin ndaj fesë, dijes dhe shoqërisë. Allahu i madhruar në Kur'anin famlar thot: Allahu do t'i ngrej në shkallë të larta ata që besuan prej jush dhe ata të cilëve u është dhënë dituria. Ky ajet në kujton se madhështia e vërtet nuk qëndron në pozitë, pasuri apo famë, por në besimin e sinqert dhe në diturinë e dobishme. Për këtë arsye, historia e qytetërimit islam është histori e dijes, e medreseve, e universiteteve dhe dietarëve që e konsideruan kërkimin e diturisë si adhurim. Prandaj institucionet tona arsimore kanë një mision të shenjtë, të formojnë breza që bashkojnë dijen me moralin, profesionalizmin me përgjegjësinë dhe suksesin me devotshmërinë. Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup ka qenë dhe vazhdon të jetë një vatë e rëndësishme e arsimit të lartë islam, një institucion që ka kontribuar në formimin e kuadrove fetare, akademike dhe intelektuale, të cilët i shërbejnë fesë, kombit, popujve dhe shoqërisë në përgjithësi. Në kohën tonë kur përballemi me sfida të shumta morale, kulturore dhe shoqërore, ne kemi nevojë më shumë se kur për dijen e ndryshuar nga vlerat hyjnore. Kemi nevojë për një arsim që edukon mendjen dhe fisnikron zemrën, për një dije që ndërton ura mirëkuptimi,
paqeje dhe bashkëpunimi. Të nderuar të pranishëm, ky vlerësim më përket vetëm pjesërisht mua, ai u takon të gjithë bashkëpunëtorëve të mi ndër vite, mësuesve nga të cilët kam mësuar, kolegëve me të cilët kam punuar, familja që më ka përkrahur vazhdimisht dhe besimtarëve të cilëve kam pasur nderin të shërbej. Çdo sukses individual është rezultat i një përpjekje kolektive dhe i ndihmës së Allahut të madhruar. Kam patur fatin që prej moshës rinore të kem kontakt dhe bashkëpunim. Si i ri pata fatin të njoh kryetarin e dikurshëm të Bashkisë Islame, me atëherë me shihatit të Bashkisë Fetare Islame, të ndjerit Haxhi Bedri Efendi Hamidi. Nuk bashkëpunova me te, por takimet me te më inspiruan që të vazhdoj misionin tim drejt prezantimit të Islamit. Por pata fatin të jem bashkëpunëtor i ish kryetarit të ndjerit të meshihatit të Bashkisë Fetare Islame, Haxhi Jakub Efendi Selimovski. Shumë vite fuqishëm bashkëpunova me kryetarin e mëhershëm, Haxhi Sulejman Efendi Rexhepi, me cilin bashkërisht ishim në të njëjtin komision për themelimin e Fakultetit të Shkencave Islame. Më pastaj me ish reisul uleman e Bashkisë Fetare Islame, Haxhi Arif Efendi Eminit, si dhe më në fund me ish kryetarin e Bashkisë Fetare Islame, ish drejtorin e përgjithshëm të medreses Isabeu, të cilin e kemi prezent këtu, profesor Haxhi Bahri Efendi Aliut. Por asesi nuk mund të mos them për përkrajen e madhe që më kanë dhënë muftit e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, drejtorët e medreses Isabeu, dekanët e Fakultetit të Shkencave Islame, në veçanti dekanit të fundit, profesor doktor Abdul Gjemil Efendi Nesimin, me këshillin mësimor të Fakultetit të Shkencave Islame, si dhe punën e palodhshme të komisionit për ndarjen e këtij çmimi madhështor për mua dhe për të gjithë ne që i takojmë Bashkisë Fetare Islame. Po ja që kam patur fatin të bashkëpunoj për një bashkëpunim të dialogut ndërfetar, për të ngritur vetdijen e paqes, tolerancës dhe bashkëjetesës në vendin ton dhe gjetiu jashtë vendit ton. Andaj përzemërsisht falenderoj përfaqësuesin e Bashkisë Ortodokse Maqedonase me përfaqësuesin e saj, të parin e bashkëpunimit të madh me kryetarin e tij, zotri Josif. Pastaj kryetari i Bashkisë Katolike, i nderuari dhe bashkëpunëtori ynë i jashtëzakonshëm, Monsignor zotri Kire Stojanov. Falenderoj të gjithë ata që më ndihmuan në këtë rrugë të prezantimit të misionit islam. Lusë Allahun xhelle shanu që ta bekoj Fakultetin e Shkencave Islame, profesorët, studentët dhe të gjitha institucionet tona arsimore e fetare. Lusë atë që të na bëj për atyre që e kërkojmë diturim me sinceritet, e zbatojnë atë me urtësi dhe u apërcjellin brezave që vinë, duke ju falenderuar edhe njëherë për këtë nderim të lartë, shpesh shpreh respektin dhe mirënjohjen time të thellë ndaj të gjithëve.
Allahu ju shpërbleft me të mira. Dhashti i madh i Zot, kështu së bashku të vazhdojmë rrugën tonë drejt kultivimit të asaj që është e mirë dhe e bukur për të gjithë njerëzit. Allahu ju bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.